Mirdita. Njeriu që në çdo fjali nxjerr një gënjeshtër, është bërë barsoletë vërtet në Shqipëri, në Europë dhe në gjërë. Edi Rama doli dje me shifra dhe statistika para, rrau gjoksin për prokurimet transparente, me pretendimin se ato kanë shënuar përmirësime spektakulare. Duke qenë i paaft të lexoj shifrat, të interpretoj grafiqet, tabelat e institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare që faktojnë absolutisht të kundërtën. Shqipëria, siç dihet, është vendi i parë në botë që aplikoi sistemin digital të prokurimeve, për çka në vitin 2010 Organizata e Kombeve të Bashkuara i akordoi Shqipërinë, pasi Banka Botërore certifikoi këtë sistem, i akordoi çmimin e dytë në botë për transparencën dhe shkërbimin civil. Ky sistem, tabelën të lutem. Ky sistem në vitin 2010, 2011, 2012, pra integriteti i proceseve i prokurimeve publike ishte 80%. Vlerësoi me 80%. Ky integriteti i prokurimeve publike pas kësaj periudhe ka rënë në një mesatare 70%, ka rënë me 10 pikë, dhe jo vetëm kaq, por në vitin 2026 kjo rënje është në 66 pikë, është një rënje prej 14 pikësh. Një rënje dramatike. Shkaqet do i shohim më poshtë. Pra, e kuptoni, sistemi i vendosur në 2010 që në vitet e para kishte treguesin e integritetit 80%, dhe në vend se të njihte përmirësime, sepse sigurisht teknologjia e 2020-2026 është me avancuar dhe lejon mundësime të mëdha, jo vetëm që s'njohu, jo vetëm që nuk njohu përmirësim, por njohu përkeqësim progresiv. Përkeqësim progresiv. Së dyti, janë këto të gjitha nga Open Tender EU, organizatë kjo e besueshme e Bashkimit Evropian. Po kriteri transparencës është shumë i ulët. Vlerësohet gjithsejt 54.5 pikë, ndërkohë që sistemi elektronik është përdor
nga viti 2010. Pra, tregon që këta ja mbyllin sytë sistemit elektronik. Këta e zhurmojnë sistemin elektronik. Treguesi i transparencës ka një rënje katastrofale, por ka dhe një tregues tjetër. Treguesi i mafjes. Majni shënim. Ky tregues thot se mafja shqiptare, qeveritare shqiptare, në ligjin e mafjes dhe jo ligjin shqiptar dhe ndërkombëtar, nuk lejon asnjë kompani europiane të fitoj qoftë dhe një tender në Shqipëri. Qeveria, narko-qeveria Rama, është rasti vetëm ku në listën e kontraktorëve për tendera me vlerat konsiderueshme nuk ka asnjë fitues kompani nga vendet e Bashkimit Evropian apo kompani prestigjioze. Forbidden. Kjo është një shkelje e rëndë e marrëveshjes stabilizim asocimit. Injorimi i këtij fakti është një akt i rëndë. Është një akt i rëndë që dëmton shumë, për aq sa mund të dëmtojë Shqipëria tregun. Në marrëveshje stabilizim asocimit, Shqipëria është e detyruar të trajtojë si të barabartë investitorët, kompanitë që paraqiten në garat brenda vendit. Më duhet të them dhe shpreh keqardhje të madhe se për këtë akt të rëndë ka një heshtje dhe kjo heshtje është e papranueshme. Pse kjo heshtje është e papranueshme? Sepse kjo Shqipëri ka një eksperiencë. Cila është kjo eksperiencë? Nga Hani Hotit në Kakavi, të gjitha akset kombëtare rrugore janë ndërtuar nga kompani europiane ose amerikane në të njohura. Janë ndërtuar, kanë fituar tendrat, edhe ndërkombëtar ka prej tyre, absolutisht, jo duke diskriminuar kur kompanitë shqiptare. Jo. Por, duke qenë drejt në emër të interesit të takspaguesve shqiptar, është zgjedhur gjithnjë oferta më e levërditshme. Rruga Hani Hoti Shkodër është ndërtuar nga kompani italiane e njohur, e mirënjohur. Bektelenka ndërtuar rrugën e Kombit. Rruga Lushnjefir është ndërtuar nga kompani italiane e njohur. Rruga Levan Vlorë nga 2 kompani të njohura. Rruga Tiranë Elbasan,
autostrada, tuneli, nga një kompanit më të mëdha të Greqisë, Aktor. Rruga Levan Tepelen, me Maliaj, nga Todini, një nga kompanit më serioze italiane. Rrugët e ndërtuara nga këto kompani, sot, pas 15 vitesh, qëndrojnë pa asnjë problem. Ndërsa të gjitha rrugët e ndërtuar nga klientela Rama Balluku janë shembur, po shemben sikur t'ishin ndërtime kashte. Por nga ana tjetër, pra, ky është një shkelmim i interesave të takspaguesve shqiptar, të përjashtosh, unë e kam denoncuar më 10 herë një dishmitar ju këtu, si i përjashtoni, ja u them unë, aplikoni në i-Albania, u kërkojnë kompanive europiane dhe tjera të aplikoni në i-Albania. Aplikimi në i-Albania kishte një kozgjatje 38 ditë, në një kohë kur tendrat grabiteshin në një kohë 34 ditë. 34 ditë. E kuptoni ju se si Republika e Shqipërisë që ishte frontrunner në procesin e integrimit, përjashtonte të gjitha kompanitë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian me një diskriminim kriminal. Dhe me pasoja shumë të rënda për qytetarët shqiptarë. Sepse, ja ku janë punimet e kompanive të klientelës. Flet vetë. E kishte të merë, nuk e paraqitit dje. Është statistikë europiane kjo. Është statistikë europiane. Tani, mund të ma nxjerrësh atë tabelën tjetër? Shikoni këtu. Pasi janë përjashtuar, këto janë të 25, pasi janë përjashtuar të gjitha kompanitë europiane dhe amerikane që ofshin të gjitha, në fjalë nga... Shikoni fitimtarët e tendrave tani. Kompania Gjoka Olsirama. Ky Gjoka e ka pasion shumë Olsin ky. E keni vure apo jo? Ja ku i keni. Shikoni, gjeniu i prokurimeve. Pa çka se i shemen rrugë si kasht. Urdhoni. Urdhoni, Ky pagun më shumë se të gjithë tjerë. Kompania Gjoka Rama Konstruksion, Olsi Konstruksion. Tjetër, kompania 4AM. Këtë nuk e di se kush e ka, po të agjen. Po, agjen. Famozi Salilari. Fusha nuk mund të mungon të kurse si.
Fusha. Modeste, edhe kjo vjen pas fushës. GPG, kompani edhe kjo. Këta duhet i gjajmë të gjithë kush janë. Me radhë, pra, urdhoni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kompani, 1,5 miliard euro. Koncentrim total. Mafioz. Pa tendera. Kompania Gjokarama Konstruksion, Olsi është fjala, 400, po thuaj, 500 milion euro tender në vit. Imagjinoni ju. Imagjinoni ju. Se ku shkon. Tani, ku kanë shkuar 1 miliard e 500 milion euro. Lubia. Lubia, urdhoni sa ka marrë. Rreth 1 miliard e 400 milion. Lubia, dhe kur unë thosha që kjo gjatë gjithë mandatit të saj ka shpërdorua, ka vjedhë dhe shpërdorua 12 miliard euro, kishte njerëz që mendonin se ka një egzagerim. Urdhë? Ta heq? Iqe, lërë, po. Ja ku e keni. Ja ku e keni. 1.3, kjo të i kalon, shkon në 1 pik minimumi. Rreth 1.4. 1 po. Urdhoni Lubia sa ka marrë. Pastaj vjen Fondi Shqiptar i Zhvillimit me agollin e famshëm që lumturojnë djalin me 500 milion, Giden me autor Guzhinierin e djalit. 500 milion lek. Agolli. Bashkia e Tiranës Agjencia Prokurimit të Përqendruara, akshi të tjerë, pra, me një fjalë. Ja urdhë. Mbi 300 milion ka patur vit e kaluar vetëm lindat e akshit. E kuptoni ju apo jo se çka qenë kjo? Tani, tjetër, një mashtrim tjetër i pa skrupullt, që Tirana zyrtare i bën Komisionit Evropian dhe Bashkimit Evropian. Edi Rama dhe qeveria e tij e mashtrimit deklaron ju lutem vetëm durim keni pak, se është një dhënë shumë interesante. Se ka prokuruar në vit 10% të GDP-s dhe shpall vetën kampion, mashtrues i pa skrupull. Si e ka realizuar mashtrimin. Ka llogaritur,
ka llogaritur prokurimet publike dhe prokurimet publike të anulluara. Të anulluara. Në qoftë se nga prokurimet publike të vendit zbriten prokurimet të anulluara, Shqipëria ka një nga nivelet më të ulta në botë të prokurimit publik dhe jo që se ka 10, po e ka gjithsejt 4.9%. 4.9%. Histori banale kjo. E një njeriu delinkuent që ose mashton me qëllim, ose është tabula rasa dhe nuk din çfarë thot. Si që bënin me eksportin. Ju kujtohet ju, në një kohë kur eksportet këtu binin pikjat, këta llogarisë në eksporte, rieksportet nga Durrësi në Kosovë. Mallat importuara nga tregtarët e Kosovës dhe të shkarkuara në portën e Durrësit me destinacion në Kosovën. Dhe këto mallra Edi Rama i llogarisë si të prodhuara në Shqipëri dhe sikur po eksportoheshin nga Shqipëria në Kosovë në kohë kur ato nuk kishte asnjë prej tyre i prodhuar në Shqipëri, ishte importuar nga vende tjera, naftë, prodhime nafte, e tjere me radhë, dhe do të transferoheshin në Kosovë. Dhe ky informon të shqiptarë dhe komunitet Bashkimin Evropian se në Shqipëri janë rritë aq e kaq eksportet. Të njëjtën gjë, të njëjtin mashtrim, bën sot, por jo me malla që kalojnë në Kosovë, por e bën llogaritë të realizuara, tendrat e anulluar. Dhe shto ato, sa e anullohet tendri, llogaritet, prokurim që nuk është bërë, llogaritet prokurim i bërë. Ky është një papërgjegjësi tjetër e plot e tij. Njëri që gënjen zyrtarisht, gënjen pafyrësisht, gënjen në takime zyrtare. Gënjen takime zyrtare. Tjetër, pas ndërhyrjeve ndërkombëtare, ligji i PPP-ve pësoi ndryshime në vitin 2024, që nga viti 2024 gjërë sot, asnjë PPP nuk është dhënë bazuar në ligjin e ndryshuar. Asnjë. Ndërkohë, janë 10 vendime qeverie për dhënie PPP-sh, sidomos për agjencinë e investimeve strategjike dhe resortet turistike. Pra edhe njëherë, janë 10 koncesione të dhëna në kundërshtim, në anashkalim të plot të ligjit të amenduar të vitit 2024. Ky është sistemi mafioz. Çfarë ka ndodhur tjetër? Ka një rritje të jashtëzakonshme të prokurimeve sekrete. Në 8 vite të qeverisë mëparshme, ka patur gjithsejt 18 prokurime sekrete, që të gjitha pa përjashtim, të shërbimit informativ kombëtar dhe të prokurorisë së përgjithshme, që u duheshin atyre për mjet të pune. Vetëm të atyre. Sot, me 10 ka drejtoria që prokuron për Edi Ramën qeveritarja. Sot, qindra prokurime publike ka fituar me procedurë sekrete Armand Frangu, që ju nuk ja gjeni dot.
Por ka një gjë, për të kuptuar se çfarë peshkaqeni është ky, shkonin thesar, dhe në një vit, ky ka, vetëm në një vit, 800 pagesa nga thesari i shtetit. A mund ta imagjinoni ju 800 pagesa një njeri? A mund të imagjinohet të marrë 800 pagesa i pangopuri Kunati Linda Rams dhe Linda Rama bashkë edhe Edi Rama se bashkë ata? Procedura sekrete. Akshi ka firmos mbi 500 procedura sekrete. Akshi. Asnjë nuk ka patur gjatë periudhës qeverisë me pashme. Dhe s'mund të kishte. Drejtoria qeveritare me dhjetra, asnjë nuk ka patur gjatë qeverisë me pashme. Duhet të falenderoj Open Data Albania dhe Open Tender EU për këtë studim jashtëzakonisht të dobishëm, të çmuar, për të dëshmuar se si kjo qeveri vjedh dhe ka vjedhur qytetarët shqiptar. Urdhori. Kodi mafjes. Asnjë huj në territorin e mafjes shqiptare nuk mund të futet. Po vetëm për këtë, ky meriton karton në kuq. Ky shkel marrëveshjen me Bashkimin Evropian. E tjerë. Partia Demokratike dënon me forcën më të madhe këtë qëndrim ndaj prokurimeve publike, këtë abuzim masiv sepse këto janë vetëm një viti. Këto janë vetëm të 2025-ës. Imagjinoni ju të marrë vitet e lubisë bashku sa bëjnë. Çfarë kërdije bëjnë mbi paratë e shqiptarëve. Dhe ndërkohë Partia Demokratike i bën thirrje Parlamentit Evropian, i bën thirrje Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të insistojnë në zbatimin e marrëveshjes stabilizim asociimit nga Shqipëria, të mos pranojnë përjashtimin e kompanive të tyre nga gara në Shqipëri, sepse në këtë mënyrë ndëshkohen edhe takspaguesit shqiptar, të cilët paguajnë punë publike 5-8 gjënë 12 herë më shtrenjtë se sa në vendet anëtare të Bashkimit Evropian për shkak të mafjes dhe klientelës së Edi Ramës. Faleminderit. Zoti Berisha, ndërkohë sot në Komisionin e Jashtëm është krye negociatorja Majlinda Dhukaj që po prezanton raportin e Këshillit të Ministrave për ecurinë e negociatave, një raport i kontestuar nga anëtarët e opozitës në këtë komision, ndërkohë që sot në bashkimin pritet që vendet anëtare të Bashkimit Evropian, grupi Koela, grupi i punës të diskutojnë lidhur me Shqipërinë. Çfarë po ndodh vërtet me integrimin përtej asaj që po paraqet qeveria në Komisionin e Jashtëm dhe ndoshta më vonë edhe në Kuvend? Faleminderit. Faleminderit për pyetjet. Një raportim paraprak që kam nga raporti i saj, ajo është kap në flagrancë, duke mashtruar në mënyrë të shpërftyruar Parlamentin dhe opinionin publik. Ajo ka dhënë shifra dhe shifra të cilat janë të kundërta me ato që kanë dhënë institucionet zyrtare të Shqipërisë.
ajo pretendonte në mënyrë, imagjinoni se si e mashtrojnë këta Bashkimin Evropian. Se çfarë mashtruese është kjo? Në qoftë se ILD-ja apo KLG-ja deklarojnë se për shqyrtim në një dosje dhe në raport e fundit, për shqyrtim në një dosje duhen 16 vite, mashtruesja Edi Rams, ky tregues është më i mirë se më parë, pa reformës. Imagjinoni se që person i papërgjegjshëm është kjo. Në një kohë kur, para reformës, dhe jo para vitit 13, po në vitin 14, 15, 16, statistika tregon se duheshin jo kur më shumë se 3 gjerë 4 vite, apo 2 gjerë 4 vite, kurse tani 16 vite, e fundit fare. Apo thot se stoku i dosjeve është ullur në një kohë kur statistika e institucioneve zyrtare të drejtësisë thot se është rritur këtë vit me 3.000 dosje tjera, me 4.000, më falni, ishte 143.000, thot statistika e tyre, që edhe e fshehin, po tani është 147.000. A e kuptoni ju se si duhen këta me mashtrime tesin duke u dërguar statistika mashtrimi? Dhe përpiqen të gjejnë dëshmitar të rrem për të certifikuar mashtrimit e tyre. Po opozita është këtu për thënë vërtetër. Dhe kjo, më falni, është vetëm një fragment i mashtrimeve të saj, se unë një informacion të pjesë shëmora mbi raportimin që ajo bëri. Po ajo do mbahet përgjegjëse për këtë. Për mashtrimet që bën para shqiptarëve dhe partnerëve tanë europian. Do mbahet përgjegjëse. Lidhur me Coelho, gjatë gjithë këtyre kohëve, ne kemi denoncuar publikisht praktikën okulte, mafioze, sekrete, që qeveria shqiptare ndjek në procesin e integrimit duke mos informuar as parlamentin, as opozitën, as dhe publikun, as shoqërinë civile. Ne kemi denoncuar me forcën më të madhe. Raporti ndërmjet, s'është përfundimtar, po i ndërmjet, për themeloret, quhet për të drejtat, për funksionimin e drejtësisë, për luftën kundër korrupsionit, dhe për këto s'thoshte asnjë fjalë, thu kjo Dhuka, si quhet ministrja Dhuka. Asnjë fjalë për dosjen Balluku s'përmendte. Se po të përmend dosjen Balluku e pson si Ogerta. Apo Eliza. Asnjë fjalë për dosjen e Akshit sot ajo në parlament, më thanë, në komision. Pra, vim tek Coelho. Coelho është një forum në Bruxelles, i përfaqësuesve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në të cilin, kur diskutohet për Shqipërinë, ftohet dhe qeveria shqiptare. Kur diskutohet për Serbinë, ftohet përfaqësuesi i qeverisë serbe. Ku është dallimi tani? Serbia, pas çdo mbledhje që bëhet, njofton popullin e vet, opozitën e vet, se u bë mbledhja, se u shtruan këto probleme, u paraqitën këto kërkesa. Dhe u lanë këto rekomandime.
kurse ka 5 muaj, nuk e di për sot, pas që unë kam kujtuar se ka qenë me datën 8 maj, po nofta e kanë shtyr sot, nuk e di, ka 5 muaj që qeveria shqiptare nuk thot një fjalë të vetme, ndonë sa aty fal njoftimeve të shtypit Brukselit, por edhe të miqve tanë, është marrë vesh se ndonë se raportin për Malin e Zi e votuan me unanimitet, raportin për Shqipërinë nuk e votuan. Jo, tha, nuk jemi dakord. Shqipëria ka probleme. Dhe janë mbledh gjerë tani shumë herë. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që raporti u përmbys. Që presidenca paraqiti raport tjetër. E ndryshoi mbi bazën e të gjitha ndërhyrjes të 13 vendeve, apo 9 vendeve, më falni për shifrën se mund të jemi gabuar. Të 9 vendeve, sepse nuk binin dakord. Ishte parashikuar të mbaj konferenca ndërqeveritare me datën, mos gaboj, 18 ose 20 prill. Po e sigur që një nga këto 2 data nuk u mbajt. Jo, nuk u thirr. Sepse raporti ishte përsëri nuk ishte votuar, nuk votohej. Nuk japin asnjë dëm. Nuk japin asnjë sqarim. Edi Rama e ka pronësuar procesin, po i bën një dëm të jashtëzakonshëm. Pse? Sepse sot është i damkosur ai. Atje ju mund të duket çudi, po ai identifikohet me Lubin më shumë se që identifikoj unë atë. Se janë mësuar, a keni marrë vesh ju. Ajo vendos çdo gjë, ajo është zëvendëskryeminist janë hije. Kjo tjetra që ka shku aty, kjo nuk firmos. Edhe e përgëzoj. Kjo, si të më thonë, ka deklaruar që unë firmos vetëm përputhje me ligjin, atëherë kur më lejon ligji. Çka, pavarësisht se është emëruar nga Lubia, po nofta kanë filluar të vinë mend. Çfarë bën ajo? Ajo gjithë ditën vrin në zyra, te kjo, te Karakaçi, te këto. Ajo është hije e zezë e Këshillit të Ministrave. Zëvendëskryeministën hije. Dhe mendon ky se nuk e di, nuk po e shohin të tjerë, të gjithë e shohin. Të gjithë e kanë marrë vesh që pushtetin e ka Lubia. Ne kemi ngritur zërin. Dhe nëse ju keni lexuar raportin e Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian, raporti në mënyrë më të vendosur shton rolin e Parlamentit dhe të opozitës në procesin e integrimit. Që i ka përjashtuar ky. Por raporti i shtron. Ka një zhvillim tjetër shumë pozitiv. Kryetari i Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian, zoti McAllister, pikërisht për këtë çështje në përgjigjet një letër që zonja Tabaku i drejton për këto probleme, për përjashtimin e opozitës nga procesi i integrimit, i drejton një letër shumë të rëndësishme komisioneres për zgjerimin zonjës Marta Kos. Pra, janë këto momente kurse lidhur me debatën e sotshëm apo mbledhjen e sotme të Koelios, nuk kam asnjë informacion, do përpiqem të siguroj informacion dhe natyrisht do t'i informoj shqiptarët sipas mundësisë që kam. Faleminderit.